محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër besimtar, të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mëdhëruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij i fundit. Të nderuar, Bajrami është një festë e veçantë për neve si muslimanë. Edhe në aspektin e arsyes së festimit dhe gëzimit, edhe në aspektin e motivit, përmbajtjes dhe synimit. Të gjitha udhëzimet në Islam kanë kuptim, kanë arsye dhe ndikim pozitiv tek njeriu. Andaj, edhe kur agjerojmë, edhe kur braktisim ushqimin dhe pijen, edhe kur mbetemi pa gjatë elementare të jetës tonë, ne kemi arsye, kemi motiv dhe synim të realizojmë përmes veprimeve të këtilla. Por edhe kur hamë dhe pim, kemi qëllim dhe synim. Gjithçka është e koordinuar mbi bazën e udhëzimeve hyjnore. Edhe pikëllimi i besimtarit ka kuptim dhe ka kufi dhe ka arsye, po edhe gëzimi i tij. Në këtë festë Bajramit kemi shumë arsye pse të gëzohemi. Dhe krahas arsyeve që kemi pse të gëzohemi, ne kemi edhe udhëzime të mjaftueshme si duhet të gëzohemi, që edhe gëzimi të jetë brenda kufive normale, mesatare, në përputhje me natyrën njerëzore dhe e përsinë e tij ndaj gjitha krijesave të tjera. Të nderuar vëllezër besimtar, arsyeja e gëzimit tonë në këtë festë është fillimisht se kemi realizuar një obligim madhor. Jemi nështruar Allahu xhallahu ala në atë që ai ka kërkuar nga ne. Prandaj, çdo përfillje e urdhnit të Allahut të mëdhenuar, çdo zbatim i asaj që Zoti e ka kërkuar nga ne, çdo jetësim dhe funksionim i besimit ton në shërbim të adhurimit të Allahut të mëdhenuar është gëzim për neve dhe është festë e arsyeshme që duhet së bashku të dalim dhe ta kremtojmë dhe ne manifestojmë në këtë formë kaq madhore dhe të rëndësishme. E dyta që e bën këtë festë, të nderuar vëllezër, burim të gëzimit për neve, dhe arsyeja të gëzimit është se kemi dalë së bashku e falem Bajramin, së bashku këndojmë tekbire. Ky manifestim kaq madhor, kaq masiv i shërben madhrimit të Allahut të mëdhenuar. Nga se kur këndojmë tekbire, ne e madhrimit Allahun e mëdhenuar. Ne Allahun e falenderojmë edhe me gjuhën tonë, por edhe me ardhin xhami i jemi Allahut falendrues për begatit, mirësit, për udhëzimin, besimin dhe agjërimin. Prandaj i gëzohemi manifestimit masiv dhe reflektimit masiv të madhrimit të Allahut dhe të falërimit ndaj tij. I gëzohemi që të gjithë ne së bashku kemi mundësi që ti themi Allahut të mëdhenuar, ti je më i madhi dhe ty qoftë falënderimi. Është gëzim për besimtarin të dëgjon nga të gjithë së bashku duke e brohorit këtë thirrje madhore, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah është më i madhi, Allah është më i madhi, nuk ka zot pas Allahut, edhe vetëm atij takon lavdi, madhrimi dhe falënderimi. Andaj një thirrje e tillë, një brohoritje e tillë masive, një tingull kaq pompoz që tashmë ushton gjithë botën islame, është burimi i gëzimit për çdo musliman, edhe për ne në këtë vendin tonë. Arsyeja e gëzimit për Bajram, të nderuar vëllezër, pse gëzohemi dhe kemi arsye të gëzohemi është se tashmë e manifestojmë këtë gëzim bashkarisht,
me familjet tona, e manifestojmë këtë bashkarisht me shoqërinë tonë, zatën, agjerimi me këtë përbërësit e tij, me këtë dispozitet e tij, na ka kultivuar bashkimin, unitetin, dashurinë, dëmshurinë dhe përkrahjen e përgjithshme familjare dhe shoqërore. Sadakatul Fitri ka qenë, të ndërozër, një përpjekje që bashkë ta përjetojmë së bashku gëzimin e Bajramit. Dalja masive sot është një përpjekje që së bashku të gëzohemi. Dhe ky manifestim i këtij uniteti është gëzim, nga se muslimanin e gëzon uniteti, muslimanin e gëzon bashkimi, e mërzit për qarë dhe coptime dhe urrëtia, na gëzon dashnia dhe përkrahja, e një mërzit për qarë dhe coptime dhe vrasja. Prandaj ne pikëllohemi me pikëllimin e njëri tjetrit dhe gëzojmë me gëzimin e njëri tjetrit. Na gëzon ajo që e gëzon tjetrin dhe na pikëllon ajo që e pikëllon tjetrin, dhe mbi bazën e kësaj edukate, kësaj arritje, ne gëzohemi. Prandaj urojmë për këtë unitet, urojmë për këtë bashkim, duke lutur Allahun e Madhuar që të manifestohet edhe në fusha tjera të jetës, të manifestohet në çdo porë të jetës tonë, edhe pikëllimi i përbashkët, edhe manifestimi i gëzimit i përbashkët, nga se bashkë ja dalim dhe bashkimi të fortë, të coptuar e të përqarë e të acaruar me zveti, nuk në dënë Allahu te barek o tala, edhe nuk në përkra e ashtu nga ndihman. Gëzojmi të ndërëzën nga se sot, të gjithë Allahu në përmendin, të gjithë ka Allahu kthehen, të gjithë i gëzojnë zotit e tyre. Prandaj, besimtari gëzohet me punë të mira, kur përhapën punë të mira, kur përhapët besimi, kur përhapët adhurimi, kur përhapët namazi, kur përhapët arsimimi, kur përhapët përkrahja, dashuria, respektin ndërsjellë, besimtari gëzohet. Edhe pikëllon mëkati dhe e keqja dhe shturë dhe qërëditja, çdo mëkat, çdo vepër e paturshme, çdo thurrë dhe qërëditje, pavarësisht ku përhapet, ku shtihet, në familje apo shoqëri, na mërzit. Prandaj ne i gëzojmë kur dikush i kthehet Allahut të Madhuar, ne i gëzojmë kur dikush tek Allahu pendohet, nga se muslimanin e gëzon puna e mirë dhe e mërzit puna e keqe. Prandaj së bashku kemi dalë me u gëzu punëve të mira dhe së bashku kemi duke bërë punë të mira. Prandaj kemi arsye pse të gëzohemi. Kemi arsye pse të festojmë dhe të kremtojmë së bashku këtë festë madhore të Bajramit, të ndërrodhë dhe besimtar. Dhe e fundi që duam përmend, aja që e bën këtë festë madhore të ndërrodhë dhe e bën bërim të gëzimit musliman, nërse aja që e ka legjitimuar këtë festë, aja që e ka shpallë këtë festë, nuk është njeriu, por është Zoti i njeriut. Është më i dashni jonë, është kryuesi jonë, është kujdestari jonë, është ai që na fal, është ai që na mbron, është ai që na furnizon, është ai që na bashkon, është ai që na ruan, është ai që na mëson, është ai që na udhëzon, është ai që na ushqen, na veshmbath, është ai që na shëron kur smuremi. E shumë të tjera nga begatitë e panumërta që Allahu na jep. E ky Zot që ne e dojmë më shumë se çdo gjë tjetër. Ky Zot që ne i gëzojmë atij më shumë se çdo çkafi tjetër, është ai që ka thonë sot është festë. Pasi ai ka thonë festë, ne festojmë dhe gëzojmë për mundësinë që ta respektojmë vullnetin hyjnor dhe atë që Allah ka legjitimuar. Prandaj, çdo sen që Allah ka thonë mirë, i gëzojmë kur e respektojmë për shkak se Allahu është ai që ka bërë të mirë. E me gëzimin dhe kënaqësinë e Allahut gëzohemi edhe ne, dhe me hidhrimin e Allahut hidhrohemi edhe ne. Një sinkronizim i tillë i besimtarit me kënaqësinë e Allahut është i kërkuar dhe është kërkesë e besimit që duhet muslimani në vazhdimsi të përpjeket si projekti jetësor të jetë gëzimi kur Allahu gëzohet dhe hidhrimi kur Allahu hidhrohet. Të vepron në përputhje me atë që Allah e ka legjitimuar si të mirë dhe të largohet nga ajo që Allah e ka shpallur si të dëmshme dhe të keqe. Prandaj kemi festë, kemi Bajram, kemi arsye të festojmë mirë, po gjithmonë të ndrozur brenda kufive të asaj që lejuar. Ne edhe kur festojmë me dignitet, edhe kur festojmë duke ruajtur sigurinë, duke mbrojtur tjetrin, nuk e cënojmë sigurinë e askujt edhe kur gëzohemi, nuk e cënojmë pasurinë e askujt edhe kur gëzohemi, nga se të gjithë janë brenda kufive për faktin se jeta e njeriut, pasuria e tij janë të shenjta dhe duhet mbrojtur dhe ruajtur, edhe atë kur kemi gëzim, krem dhe harri. Allahu xhallahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Në dashur Allahu mundësi që gjithmonë të bindemi urnave të tij. Gjithmonë të kemi motiv, fuqi dhe ambicie që të jetësojmë dhe zbatojmë në praktik ato që Allah ka kërkuar, pavarësisht a bëhet fjalë për vepër të jetësuar apo largim nga ajo që Allahu xhallahu ala ka ndaluar. Na bashkoft Allahu gjithmonë punë të mira.
Allahu i bëf zemrat tonë të lidhura, familjet e bashkuara, shoqinë e koordinuar dhe të organizuar mbi frymën e asaj që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kërkoni falë nga Allahu, nga sa Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu s-salati wa tammu t-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër besimtar, pas këtyre porosive, pas këtyre lajmeve të mira që na gëzojnë, pas arsyeve të shumta që duhet të jemi sot të gëzuar, të bashkuar, të urojmë së bashku, pas gjitha këtyre udhëzimeve, pas gjitha atij agjërimi, vazhdojmë tutje. Vazhdojmë nga se vazhdojmë me jetu, vazhdojmë me qenë besimtar, andaj vazhdojmë të bindemi urnëve të Allahut dhe vazhdojmë të investojmë në fuqizimin e raporteve mes nesh dhe largimin e çdo barriere që na ndan e na copton. Dhe gjithashtu nga ky pozicion, nga ky moment, ju uroj të gjithëve për festën e Fitr Bajramit. Allahu xhallahu ala u dhasht rahati, mirëqenie, siguri, dashni, respekt në familjet e juaja dhe kudo që jeni. Allahu xhallahu ala ruaj vendin ton, popullin ton. Dhe nëse Allahu xhallahu ala për mirëqenien e rahati për mbar muslimanët në botë, kudo që janë, e gëzofshim së bashku për shumë vite, më mirë, në kënaqësi të Allahu xhallahu ala fillimisht, e pastaj në fuzim të raporteve mes nesh, edhe në shembull të mirë për botën në mbar. Na bëv Zoti dobishëm për veten ton, familjet, shoqërinë dhe për njerëzimin, nga se kështu të jemi dobishëm dhe produktiv, na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Edhe një herë për har ju qoftë e gëzofshi për shumë vite. Inna Allahi wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah. الله محمد رسول الله